një njëri ditë për ditë, për cilë analiza, lajme, në fund tani, për shambull, dënë me ngu temet të vëkullit. Së funksionan Allah, se e këtë merru vetëm me forcën e njërit, apo, i ke jap hapësirë njërit ma shumë se që duhet, ku me nëzonë të shfrikën për Allahut, ku me lonë të vëkullin, pse i ngëj që ato lajme aq tepër, çka duhet ashtu shumë, për cilë so kanë këta, so bën këta, so shkën këta, çka duhet, ai ekspertja, çka jeti? Kështë lojmet e Koranit, që thëtë Allah për vetën e ti, ndaq më ushu që duhet, ndaq informim të shëndetshëm, lexo Kur'an. Po që ka pak e më di që ka përbot, e që se mërër ti që ka përbot, e që ka bëhet? Kur gjë zbot, ajo petë ka më bo që shka më bo, po ty e pa mu. Kë nuk është të ndërëzër me ko njëri tash largë informimit të, kush pa thot të kaq? Se edhe mos me dash më informu, të detyrojnë më informu. Apo, të detyrojnë më informu. Qka do që do me qelë, me përfitu, den një lejmë aty. Kërë që vetë ju merë shërbime për informime dhe pa dashje. Mos e jepë edhe hapësirën tjetër me dashje. Që që ka oni bën Temia i bën Kaimit rahimullah. Kër i ka oni bën Kaimi i bën Temis rahimullah i ka on, a bon ka pak nefësit mjetë, shu ka pak. Ka on nefësit a merë vetë pa i donë të heqë, edhe mi donë të vetë botë shumë. Nefësit vetë merë Allah, heqë pa të vetë. Normal, edhe mi donë vetë botë shumë, ka thonë. Kjo për elitarët, kjo për njerëzit që jenë naltë ata. Ama du më thonë që edhe të lamit e këto, po dhe gjë ka pak merë më informu. Nëse je kështë i krejtë të rëndëmt, ki punë të tua, problemet të tua. Nëse je ekspert e punë tjera, ose po flasë për ekspertat. Një do me investu në biznes dhe me di shë të regu, anë i këshër e borë të regu, nuk shpët nalë. Ama pse ka qëte për shamë së gjerejme, gjithë gjësore këqy që ka lojme, po s'ka vëllab, së ndodhë në ato gjithë gjësore. Ndërsa emnet Allah si ka lezu, kush e di kura, e tani për shambull, qysh mënen që njëri, qëfar lajme e ke ushqy vetën tonë, me qëfar lajme? Qashtu me qëto lajme që e ke ushqy vetën, qashtu keme pas gjendin, reagimin, mënyrët menduarit, këtë ndikojnë, ndikojnë, ne mi njerëz,